në nëhia në këtyre emrave të Zotit në dunja, duke shpresuar për Zotit që të jemi në nëhia në arshit Allahut, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes Allahut. Dhe kemi thënë vëllezër që ky kapitull ose kjo tematika e mësimit, e komentimit dhe e mënyrës praktikimit dhe tjetësimit të emrave të Allahut xhalla xhelaluhu është shumë e rëndësishme dhe është për gjëra më elementare që duhet di besimtari nga feja e tij. A e di pse vëllai? Sepse duke mësuar emrat e Allahut, duke mësuar cilësitë e tij, atributet e tij, do të thotë se do ta njohësh më mirë. Në çastin që ti do ta njohësh më mirë, do ta duash atë më shumë. Se nëse ti ke dashuri për Zotin xhalla xhelaluhu dhe nuk e njeh mirë atë, padyshim në çastin që do ta njohësh mirë, dashuria për të shtohet. Por dhe diçka tjetër krahas kësaj, çastin që ti do ta njohësh mirë Zotin tënd, ti do të jesh shumë shpesmal tek Zoti. Çastin që ti do ta njohësh mirë Zotin tënd, të të jesh njëkohësisht dhe i fiksuar për Zotin tënd. E dashuria, shpresa dhe frika në shpirti e mështyllat e lumturisë. Duke mësuar mirë këto emra, këto atribute, këto cilësitë Zotit xhalla xhelaluhu, shpresojmë për Zotit që të jemi për atyre që e duan Allahun dhe Allahu i don ata. Unë nuk besoj se njëri për vëllezërve apo motrave që më dëgjojnë në këtë çast janë kundërshtim me mua për faktin se është e rëndësishme që Zoti na dojë. Se sa është e rëndësishme fakti që ne pretendojmë dashurinë e Allahut. E rëndësishme është Zoti na dojë neve. Mësimi e emrave të Zotit, e atributeve dhe cilësive të tij, padyshim që është një shkak që Allahu xhalla xhelaluhu ta dojë dhe në ti. Ta shpesim për Zotit të jemi në hyrën e arshit Allahut, shpesim për Allahut që të mësu këta emra të Zotit xhalla xhelaluhu të jemi për të dashurve të Zotit. Gjë që do të reflektohet në jetën tonë, duke larguar nga haramet, sepse poeti arab thot: Inna al-habiba lil-muhibbi muti'u. Ashtë të ndishtë i pastërt, i mirë, që tha më vllajin, që tha më mirë, se është emra më të thjeshtë, më të kuptueshëm, pasi që vallahi është dhe për emrave më sprovë, më të vështirë. Se përderisa ne jam dakord në mësimin e parë që kemi nisë në kapitullin e emrave të Zotit dhe cilësive të i tham, është kusht jetësimi i atij emri të emrave të Zotit është i vështirë, është sprovë. Si që përmendëm, besimtari duhet të jetë i pastër, duhet të jetë i mirë në gjitha aspektet e jetës tij. Ana shpirtërore, ana trupore, ana brendshme, ana jashtme, nga paraqitjes, edukata, morali, sjellja, duhet të jetë i mirë, duhet të jetë i pastër, sa Allah nuk pranon vetëm atë që është e mirë, vetëm atë që është e pastër. Furnizimi i tij, burimet e tij duhet të jenë pastra, sepse mundohen shkak që s'pranohen adhurimet, s'pranohet lutja, s'ka mbarësi, ka fatkeqësi e tjera. Nësëm Allahun xhalla xhelaluhu që na pastroj zemrat dhe shpirtrat tonë,
Nësëm Allahun Gjellë Gjellalu që në pastroj moralin në sjelljen tonë, nësëm Allahun Gjellë Gjellalu të pastroj në çështjet e adhurimit, përkushtimit, respektit, bindjes në Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Për vazhduar sot inshallah taala në një mëtri për emrave të Zotit Gjellë Gjellaluhu. Në bashkë i marë disa emra: Allahu, Al-Ilahu, Al-Haqqu, Al-Wahidu, Al-Ahadu, Al-Witru, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, Al-Sabbuhu, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Tayyib. Për të ndalë sot inshallah taala في أيام اليوم وفوليا ساد يسود فهو سيد بريو وبهوشي قماندوي فجأة أغيرس عايش i përzjedhuri ajo është zotëriu. Për kjo emri përdoret në kuptimin e Zot, e emrit Zot, zotërues, sundues, bujar, i but. Kanë thënë për kuptimin e të bukura në gjuhën arabe rreth këtij emri është mutahammil adha qawmihi, ai i cili mbart të këqijat që vijnë nga njerëzit e tjerë nga populli në cilin ai jeton. E pa dyshim, se do të qojmë në këtë përzjedhje që Allahu Gjellë Gjellaluhu ka bërë këti emër për të thënë për emrave të Zotit Gjellë Gjellaluhu, në të gjejmë gjitha këto kuptime që inspiron gjithashtu dhe konteksti jashtë në gjuhës arabe, përse do të gjejmë që kur flitet për Zotin Gjellë Gjellaluhu, kur fliten për Allahun Gjellë Gjellaluhu, ata marrin komplet një kuptim të veçantë se Allahu është i veçantë. Allahu nuk përngjason me krijesat e tij. Ai është i përkryer, i përsosur, i vlerësuar nga çdo emet që lejohet të atribuohet krijesave të tij. Ai është zotëriu i vërtet, ai është Zoti i vërtet. Nëse zotërimi i tij i gjithçka është zotërim absolut. Çdo gjë bëhet me dijen e tij. Çdo gjë bëhet me mbikëqyrjen e tij. Çdo gjë që ndodh me lejen e tij. Kështu është zotëriu i vërtet. Ai është Zoti i vërtet. Prandaj kujdesna. Zot. Ai është mbikëqyrësi. Ai është zotëruesi. Ai është sunduesi. Ai është bujari. Ai është i butë.
ka kufi